Si mund të thuhet se feja islame dhe hoxhallarët janë kundër kombit shqiptar? Po kush e udhëhoqi lidhjen e Prizrenit? A mund të harrojmë Ymer Prizrenin, hoxh dhe myfti, kryetar i lidhjes së Prizrenit? A mund të harrojmë Hoxh Hasan Tahsinin, që udhëhoqi rezistencën kundër urdhrave të Stambollit? A mund të harrojmë Imam Haxhi Zekën? A mund të harrojmë Daud Boriçin, hoxh, pjesë e lidhjes së Prizrenit? Të gjithë këta hoxhallar dhe shumica e lidhjes me besimtar musliman ishin kundër perandorisë osmane kur ajo dëmtonte kombin shqiptar. A mund të thuhet se feja islame ishte kundër kombit shqiptar kur lidhja e Prizrenit u mbajt në xhamin Bayrakli? Sot disa nxitës shajnë fenë e këtyre heronjve dhe thonë se Islami ishte gjithmonë një tradhti për kombin dhe se feja e këtyre heronjve duhet të braktiset. Por heronjtë e lidhjes së Prizrenit asnjëherë nuk e shkëputën lidhjen as me Islamin, as me kombin, dhe u bën shembull se si feja e mëson njeriu të jetë në shërbim të atë dheut. Shpërndaje dhe mjaft me përçarje.